Të Lidhjes Demokratike ta ndjekim deklaratën e saj. Zoti Kurti dje në radio-televizionin publik të Kosovës, ku ka thënë që le të më testojnë për 61 vota për qeverinë, le ta votojnë Albulina Haxhiun për kryekuvendare dhe pastaj shohim sa i kam votat për formimin e qeverisë apo jo, duke lënë të nënkuptohet që opozita po e don Kurtin si kryeminist për shkak që po e lën, nuk po e zgjedhin Albulina Haxhiun si kryekuvendare. Shikoni, kam përshtypjen që jemi lodh pak edhe me lojtë e fjalëve. Një prej arsyeve që shpesh nuk vi edhe me bisedu, po mendoj edhe me u prononcuar që kam përshtypjen që edhe kemi hyrë në një farë cikli të pyetjeve të përgjigjeve të njëjta se cilën herë. Unë e di që tashmë është një farë domosdoshmërie secilit që ta gjej fajtorin diku tjetër, por aty themi gjërat trojtë sikurse janë. Nuk mund të bëhet asnjëherë kryetari i kuvendit pa marrëveshje politike, sepse kërkuan 61 deputet që asnjëherë nuk i kanë takuar një partie politike si tërësi. Nëse jo me parti tjera, është dashur të bëhet marrëveshje me partitë minoritare, sepse janë edhe nënkryetaret e tyre. Kështu që në çdo variant ka nevojë të ketë një marrëveshje politike në mënyrë që të sigurohet kjo shumicë. Tani, sa i përket LDK-s, ne kemi insistuar që marrëveshja politike është princip i krijimit të kryetarit të kuvendit, por përtek kësaj i kemi bërë edhe disa zbërthime në raport me figurën e personit të propozuar si kryetarit të kuvendit, por kjo nuk është çështja kryesore. Çështja kryesore është marrëveshja politike. Çështja dytësore pastaj për ne është çështja që ne nuk jemi të obliguar ta votojmë një person në mendsinë antikushtetuese të cilit ne nuk e gjejmë veten në kuptimin e asaj se kush duhet ta përfaqësojë kuvendin e Republikës Kosovës. Sa i përket prononcimeve të deputetit Kurti, nuk vlerësoj që as kam nevojë më të komentoj, për faktin që ne kemi parashtruar kallëzim penal ndaj tij, sepse mënyra se si ai vazhdon të shkojë në qeveri, të shfrytëzojë mjetet e qeverisë, të marrë veprime të kundërlidhshme, e bën plotësisht të padenj që ta komentoj. Kjo nuk ka të bëjë me individin në fjalë, ka të bëjë me institucionin dhe mendoj që para së gjitha. Fakti që çon dorën në parlament, merr vendime si deputet, edhe shkon e çon dorën në qeveri. Personi është kriminal. Mundet deputeti që voton në emër legislativit, me shku me votu edhe atje, marrë vendime. Besoj që ti po i zbulohet mashtrimi, se ky është në origjinë mashtrues, po i del mashtrimi, se ka shumicën, edhe po manovron me këto. Ne i kemi jep zgjidhje Kosovës, jo ati, dhe në fundit jo vetë vendosës, duke premtu votën tonë që në ditën e parë, seancën e parë, për kandidat konsensual. Nëse lirit ka kandidat konsensual nga VV, ne e votojnë. Ndryshe është ka e torturon Kosovën, kuptohet, për me vashtu, me mbet, edhe deputet, edhe kryetar qeverie, jashtë që minutë. Deri kur se zbarit këtë proces, a mundet të ketë një marrëveshje të paktën edhe nëse vini dakord për zgjedhjet e jashtëzakonshme, për të gjetur zgjidhje? Spari kjo me ngrit dorën në tensione. Kuptoni një, në Kosovë pushteti janë darë. Është ekzekutivi, legislativi dhe gjyqësori. Asnjëri nga këta tre s'mund të ushton në njëjtën kohë dy pushtete. Është ndaluar me ligj. Për ata, nëse je ministër, jep dorëheqje nga deputeti dhe në ditën që je jep betimin, s'mundesh me qenë më. S'mundesh me marrë vendim, s'mundesh me qenë dorën në qeveri. Në këtë rast, për m'ia shpjeguar qytetarëve, kushdo që është deputet, qoftë se është kryeminist, qoftë ministra, ka mujtë në udhëheq ushtu zëtyrën e qeverisë. Zgjedhjet janë çdo herë zgjidhja. Mirë po është e dhimbshme, mos me implementu rezultatin zgjedhor që kemi tani, vetëm për shkak se ka fituar shumica. Se me ndjenjë të listë kryeministët në detyrë të bëhen faqe AKJ se rezultati i bashkëpunimit me nismen e ka kaluar prapë. Si përgjigjen e kësaj fenomenesh dhe kritikave të ish partive që kanë qenë në pushtet, sipas Kurtit duhet të rinë opozit. Besoj kjo është ngjajshëm. Si vetëvendosje ka kalu pragun, falë listës guxoje, alternativesh, edhe kjo jona ashtu është. Pa alternative në listën guxoje, vetëvendosje se kështë kalu pragun. Kemi thënë ma herët, ai ka bën përpjekje, mas marët mujtë në mbetë në pushtet, edhe nuk do të ketë ma është një kufi, një djetë shifne, me kënd tjetër ka me u përapru, sa i dënë në mbetë në pushtet. Parëndeje qëmë, si e prapë.
Ishin e dy deklarimet të tjera, Dorsa Kisa Xhelili e Lidhjes Demokratike dhe dhe kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, pra që i përsëriti qëndrimet e mëshme që këta do ta votojnë nëse ka një kandidat tjetër nga lëvizjeve të vendosje, pra pati përmendër Shqipe Selimin dhe Saranda Bogojevsin, ishin kryetarën e kuvendit të cilat do të merren edhe votën e deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkaq Dorsa Kisa Xhelili përmendi se tha po bëhet një lojë fjalësh dhe e vuri theksin tek marrëveshja politike pra për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, por që Lidhja Demokratike pasi që ishin duke diskutuar dhe drenori ka refuzuar pa të hyrë në koalicion vetëm me lëvizjeve të vendosje dhe pas asaj ftese që i shkojnë nga kurte, ata propozojnë një qeveri me bazë të gjerë, pra ku do përfshishin të gjitha partitë e tjera me mandat një vjeçar derisa t'i skadoj pra mandati aktual presidentes Osmani. Po isha duke thënë aty pikërisht që zoti Kurti pastaj pra e bëri atë hapi tjetër është që të ofrojnë bashkëpuninë subjektit